duhet të thoya që duhet të bëjmë një korrigjim termash. Ne themi fjalën artist. Kam përshtypjen se mund të jesh këngëtar dhe mund mos jesh artist, dhe mund të jesh artist dhe mund mos jesh këngëtar, po mund të jesh dhe këngëtar dhe artist. Artisti është diçka që është një vlerë kombëtare. Po të jesh këngëtar mund të këndosh edhe mund mos jesh fare artist. Jenë biznes, merr rrogën, këndo. Është profesion, po. Është profesion. Dhe kjo bën dallim midis intelektualit dhe ekspertit. Mund të jesh ekspert, mund mos jesh intelektual. Mund të jesh dhe intelektual dhe ekspert. Më kuptove logjikën. Pra, ne po marrim vesh kë kemi artist e kë s'kemi. Ani kthehemi tek protesta. Unë besoj që strategjia për të mos pas kokë është një eksperiment i ri, social, me vlera universale, jo vetëm shqiptare, dhe mjafton të shohësh në Itali dhe në Greqi se si komentohet në media rasti jon, për ta kuptuar, dhe mund të them me plot gojën që suksesi i kësaj proteste ka qenë që s'ka pas kokë. Pse s'ka pas kokë? Është e para protestë demografike në historinë e njohur të Shqipërisë, po unë nuk po gjej raste të tjera nëpër botë. Janë të rralla, shumë raste, rasti Estoni, Lituani dhe Letoni kur morën pavarësinë. Që s'kishte më ngjyra, s'kishte më, u bën gjithë populli, u kapën për dorë, bën kordonin dhe shpallën pavarësinë. U mblodhën policë, zjarr fiksa, të përsekutuar dhe komunistë. Ky është e para protestë në historinë e njohur tonën, që nuk ka demografi. Për shembull, në